Dy fitoret e fundit përballë rivalëve direkt për mbijetesë si Valbuena dhe Erzeni praktikisht i kanë siguruar Kukësit evitimin e rënies në mënyrë direkte nga kategoria e parë. Kjo bën që ata të jenë më të qetë deri në fund të kampionatit me synim të shohin sa më lart. Objektivi i bluve të trajnerit Tafaj është largimi sa më parë edhe nga zona play-out që mbajnë aktualisht. Diferenca mes kundërshtarëve që për momentin janë në zonën e sigurisë si Apollonia dhe Kastrioti janë vetëm 4 pikë dhe gjithçka është mundur për t'u arritur. Por më tepër, kuksianët kanë edhe një kalendar më të favorshëm sepse i kanë luajtur të 3 ndeshjet me pretendentet dhe deri në fund ka përballje me rival që mund, shkruan Panorama Sport. Megjithatë, fillimisht synimi është që të vazhdojë me ecurinë e rezultateve pozitive dhe të mundin kundërshtarin e kësaj jave Korabin. Edhe pse bëhet fjalë për një ndeshje transfert në kampin kuksian, llogaritë janë që të shkojnë për fitoren e radhës. Nëse ndodh Kuksi arrin të parakalojë Korabin në renditje, bëhet fjalë për një moment të mirë që në Kukës duan ta shfrytëzojnë në maksimum, por më tepër që me ndrimin e trajnerit shpresojnë të kenë një impuls të ri.